qenë si e vetmja përfaqësuese e interesave të tyre, që unë them rrallë herë ka përfaqësuar këto interesa, përpos që ka qenë një instrument politik në duart e qeverisë së Serbisë dhe presidentit Vučić për të vazhduar kundërshtimin ndaj zhvillimeve politike në Kosovë, për të vazhduar kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës dhe me tentim gjithmonë, siç e thashë më parë, për të destabilizuar Kosovën dhe për ta bërë shtet jo funksional. Se i përket dhe asociacionit të komunave me shumicë serbe, zotja Ziri, e cila është një çështje e cila vazhdon të jetë sigurisht kërkesa kyçe nga ana e vetë Serbisë, mendoni se është asociacioni një zgjedhje për stabilitet apo nga ana tjetër është rrezik për funksionalitetin e shtetit të Kosovës? Tani do të varet se cilat do të janë kompetencat e këtij asociacioni. Qeveria e Kosovës, konkretisht kryeministri Kurti, ka kundërshtuar që statutin e kësaj organizate ta dërgonte në gjykatën kushtetuese të Kosovës për ta vlerësuar nëse është në frymen e saj. Pra varet shumë nëse ky asociacion çfarë kompetencash do të ketë. Nëse do të ketë kompetenca ashtu siç i ka parapar në një opinion gjykata kushtetuese e Kosovës, atë nuk mund të kemi ndonjë rrezik. Por nëse ky asociacion ka kompetenca ekzekutive që prekun shumë më gjerë se sa çështjet arsimore e kulturore, atëherë kemi të bëjmë me një autonomi territoriale politike që do të vendosë një shtyllë të pushtetit të tretë në Kosovë, e që nënkuptohet se do të kishte një destabilitet dhe një diçka që mund të ndikonte edhe në funksionalitetin e shtetit të Kosovës. Pra, nuk neglizhojmë rrezikun që mund dalë nga ky proces, mirë po formimi i tij do të jetë në kuadër të kornizës të një marrëveshje gjithëpërfshirëse mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk pres që asociacioni i komunave me shumicë serbe të fillojë të formohet pa një marrëveshje kornizë gjithëpërfshirëse mes Kosovës dhe Serbisë. Për shkak se atëherë nëse ky asociacion mund bëhet pa një marrëveshje kornizë, vlerësoj se Serbia mund të fillojë më pas me gjëra të tjera që do të kundërshtonte marrëveshjen përfundimtare apo të bënte obstruksione kësaj marrëveshje. E qartë, sa i përket dialogut, zotja Ziri, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, pra që nga viti 2011 ka prodhuar marrëveshje, por jo gjithmonë kemi pasur zbatim të këtyre marrëveshjeve. Pse kanë ndërshtuar këto marrëveshje dhe kush mban përgjegjësi për mos zbatimin, pavarësisht edhe standardit të dyfirë që është ofruar nga ana e Bashkimit Evropian? Të drejtën, ky proces i filluar diku në 2011 si një proces, një dialogu teknik, është thënë qysh në fillim, për të vazhduar më pas në një dialog politik, që thuaj se do të ishte për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Ato çfarë ka ndodhur më parë dhe deri më tani janë e demantojnë plotësisht atë për çfarë është nisur ky dialog. Marrëveshjet që kanë arritur për segmente të ndryshme që kanë të bëjnë qoftë me marrëdhëniet Kosovë-Serbi, qoftë në raport me minoritetin serb në Kosovë, janë disa marrëveshje të cilat edhe nuk kanë gjetur zbatim dhe ne kemi pare dëgjuar se si palët kanë akuzuar njëra tjetrën për obstruksione ndaj këtyre marrëveshjeve. Megjithatë, kjo ka bërë që të jetë një rezultat, mosbatimi i tyre të jetë rezultat plotësisht apo një diçka që ka ndodhur për shkak të mos një presion, nuk ka mungesën të një presioni nga Bashkimi Evropian që ka qenë facilitus apo ndërmjetësues i këtij procesi, dhe sot jemi aty ku jemi, ku
marrëveshjet të arritura në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mos jenë një zbatueshmëri të plotë, herë janë zbatuar në mënyrë gjysmake e herë nuk janë zbatuar fare. Dhe këtë shkaku i mos zbatimit të këtyre marrëveshje ka qenë presioni i munduar nga Bashkimi Evropian, sidomos në raport me Beogradin zyrtar, ku në vend se Beogradit zyrtar t'i bëhej presion dhe të sankcionohej që të detyrohej për realizimin e këtyre marrëveshjeve, jo rrallëherë Beogradi është favorizuar dhe kjo një farë forme sikur e ka trimru Beogradin zyrtar që edhe përkundër nënshkrimit të marrëveshjes, edhe përkundër dakordancave në Bruksel në procesin e dialogut me Kosovën, ato që ka prodhuar ky proces edhe të mos i zbatonte në terren. Zëziri, nga ana tjetër, sa i përket dhe rolit të UNMIK në Kosovë, a shihni tashmë se ka vërtet një rol specifik apo nga ana tjetër është një strukturë e tejkaluar, pasi kjo mbetet sigurisht një tjetër pikë përplasje mes palëve, por sigurisht dhe ndërkombëtarëve? Thjesht UNMIK është të kurrur në një zyre që thjesht aktiviteti i tij ka të bëjë me si një mision fakt mbledhës që përgatit raport mujor për Këshillin e Sigurimit të Kosovës, sigurimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuar, bazuar në rezolutën 1244, një rezolutë që tashmë është tejkaluar dhe nuk ka asnjë farë roli në Kosovë, që nga 2008 kur Kosova shpalli pavarësinë e saj. Megjithatë është përhapise e kjo zyre akoma vazhdon aktivitetin e saj, një aktivitet mjaft të kurrë, një aktivitet që fokusohet vetëm në shkrimin e raporteve tremujore për Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që bazohet dhe këtë punë e tij bazohet në një rezolutë 1244 që tashmë është e kaluar, por fakti është se kjo zyre po vazhdon të jetë të funksionoj në Kosovë pa një ndikim as në aspektin politik apo të sigurisë në Kosovë. Thjesht është aty sa për t'i krijuar një alibi Beogradit zyrtar që të thirret në raportet e kësaj zyrje dhe akoma të mbajnë shpresë në rezolutën 1244, ku kjo rezolutë e sheh statusin e Kosovës të pa definuar, kështu që nuk shon ndonjë rol shumë censor të saj përposa asaj që e thash, se është një zyrë e cila merret me shkrimin e raporteve, me aktivitetin e saj gjoja në mbrojtjen e minoriteteve në Kosovën e në veçanti atij serb në veri të vendit. Mirë, zëri për të mbyllur, ndërka është një takim i mundshëm mes Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić në Bruksel shihet ndoshta si një mundësi për rifillimin e dialogut mes të dyja vendeve pra Kosovës dhe Serbisë. Mendoni se ky takim mund të sjellë vërtet një kthes reale apo nga ana tjetër do të jetë një raund pa rezultate ashtu si ka ndodhur dhe herët e kaluara? Kjo varet se sa do të jetë presioni i Bashkimit Evropian tek krerët e lartë shteteve respektive, por natyrisht që në këtë proces është shumë qendror edhe roli i Shtetit Bashkuara të Amerikës, që do të mund të ishte vendimtar për të vazhduar procesi i dialogut në rast se ky takim realizohet në Bruksel ndërmjet presidentit serb Vučić dhe kryeministrit të Kosovës zotit Kurti. Mund të flasim atëherë për një proces, për një fillim e një procesi i cili thash edhe më parë se do të varet shumë edhe nga se si do të zhvillohen proceset e brendshme politike në Kosovë, si para nesh është zgjedhja e presidentit të Republikës. Dhe nëse Kosova për këtë muaj ndoshta ka mbetur diçka më pak se 20 ditë nuk dështon për të zgjedhur presidentin e vendit, atëherë vendi shkon brenda 45 ditëve në zgjedhje të jashtëzakonshme. Dhe kjo mbase do të jetë një pengesë e madhe edhe për zhvillimin e këtij takimi, por edhe për një
vazhdimsi të procesit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. E qartë. Mirë, zoti Azeri, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet. Ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Mirë, shikues të nderuar, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë për të ndaluar sërish te Kosova dhe Serbia.